Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çfarë ndodh me trupin nëse pini një lugë uthull molle çdo ditë? Ja e vërteta. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibra që mbrojnë stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara të stomakut, uthulla e mollës në dietën tuaj do t'jap një sër përfitimesh mbreslënëse, të cilat do të ofrojnë edhe një rritje të vlerave të trupit dhe mbajtje larg të komplikacioneve shqetësuese. Nëse do të pini të paktën një lugë me uthull molle të tretur në një gotë me ujë, atëherë do të merrni një larmim me përfitime të mira për shëndetin, duke ndihmuar në mbajtjen larg të komplikacioneve të trupit dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të tij. Ekspertët këshillojnë përdorimin e uthullës së mollës të tretur në një gotë me ujë për të marrë këto përfitime. Do të përmirësojë pahashjen tuaj trupor. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht atyre të lëkurës dhe atyre të flokut, duke dhënë kështu rezultate të shkëlqyera mbrojtëse për shëndetin tuaj. Ajo do të ndihmojë në rregullimin më të mirë të pahashit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Ju mund ta aplikoni lehtësisht në lëkurë, në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, gjithashtu duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Myku dhe infeksionet janë në rreziku i vazhdueshëm i organizmit që shpejt del jashtë kontrollit. Mjekët tregojnë se uthulla e mollës gjithashtu mund t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt, duke mbajtur larg këto shqetësime të mëdha. Është e rëndësishme që uthullën e mollës ta tresni gjithmonë në ujë, për të rritur përfitimet e trupit dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tyre. Gjithashtu, studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës në dietat tuaja ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta, kësaj trupi arrin të rregullojë nivelet e sheqerit dhe nuk do të shkaktojë rritje të menjëhershme të tij. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, duke zgjatur kështu deri të nesërmen. Duke konsumuar uthull molle do të keni më pak toksina në trupin tuaj. Mjafton që të tresni uthullën e mollës për të detoksifikuar shëndetin e mëlçisë. Uthulla e mollës e tretur në një gotë me ujë do t'japë rezultate të shumëpritura në këtë aspekt. Uthulla e mollës është një aleat e çmuar organizmit tuaj edhe për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe do të ndihmojë gjithashtu në rënien e peshës së tepërt. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të përfituar vlerat e saj, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi tregojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu të tretur në një gotë me ujë do t'japë përfitime mbreslënëse për organizmin. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acide, ndaj mund të shkaktojë djegëzira në zonën e fytit. Për pasojë nuk rekomandohet asesi të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë dhe më pas të konsumohet. Mund të tresni të paktën 1 deri në 2 lugëgjeve uthull molle në një gotë me ujë, por jo më shumë gjatë ditës. Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibra që mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj të stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara të stomakut, uthulla e mollës do të shërbejë si laksativ dhe do të zgjidhë çështje të ndryshme siç mund të jenë për shembull edhe ato të konstipacioneve. Ndaj siguroni që të përfitoni më shumë nga kjo bimë edhe për të rritur vlerat e trupit, duke përmirësuar kështu edhe pahashin. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht ato të lëkurës dhe të flokëve. Ju mundeni ta aplikoni atë çdo mëngjes edhe për të mbajtur një përmirësim më të mirë të shëndetit. Është e mirë gjithashtu kundër infeksioneve dhe rezultatet që do t'jap do ta pasurojnë më shumë dietën tuaj. Myku dhe infeksionet janë të vazhdueshme, por përdorimi i uthullës së mollës në këto raste mund t'japë rezultate të shkëlqyera në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të tyre. Do të keni më pak toksina.
Uthulla e mollës ndihmon në rregullimin më të mirë të detoksifikimit të mëlçisë dhe mbajtjen larg të toksinave. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj në këtë drejtim, uthulla e mollës asesi nuk duhet të mungojë vazhdimisht në dietat tuaja. Uthulla e mollës gjen përdorime të mira për shëndetin tuaj, por gjithashtu uthulla e mollës si fillim duhet të tretet vazhdimisht në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kur e patretur për shkak të aciditetit të lartë që ajo mbar. Prandaj, uthulla e mollës përpara se të konsumohet duhet të tretet. Uthullën e mollës nuk duhet ta pini asesi pas buke. Nëse e keni zakon të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha që të ndryshoni rutinën tuaj të përditshme. Me kalimin e kohës, njerëzit do të kenë gjithashtu edhe më shumë probleme, prandaj këshillohet që uthullën e mollës të mos e pini atë pas buke, por përpara se të konsumoni diçka. Gjithashtu është e rëndësishme të tregoni kujdes edhe me sasinë e konsumit të saj. Gjella me krip dhe kripa me karar. Dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse doni të përfitoni një regjim ku përfshihet konsumi i uthullës së mollës, është që ta nisni ngadalë dhe ta pini kur trupi ka mundësinë që të përshtatet edhe me aciditetin e saj. Rregulli i artë është se nuk duhet të pihet në sasi tepër të mëdha, por duhet të pihet gjithmonë brenda mënyrës së duhur, për të rritur përfitimet e trupit dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni të përfshini uthullën e mollës vazhdimisht në dietën tuaj dhe rezultatet do të jenë gjithashtu më të kënaqshme. Mos e pini uthull mollës përpara se të shkoni për të fjetur dhe mos e pini nëse keni ulçra në stomak. Këto janë rregullat kryesore që duhet të keni përpara se të konsumoni uthullën e mollës. Ajo lehtëson fytin dhe gjithashtu sjell përfitime mbreslënëse. Ka një efekt antibakterial dhe krijon një mjedis acidik. Thjesht gëlltisni një lugë çaji uthull molle në një gotë përpara se të shkoni në shtrat dhe më pas një gjysmë ose një tjetër para gjumit. Konsumoni lëngun e fundit pak përpara se të shkoni në shtrat. Largoni nga era e pakëndshme e mëngjesit. Uthulla e mollës vret bakteret dhe balancën e shkaktuar të erës së keqe të gojës dhe mund të ndihmojë gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të shqetësimeve të erës së gojës. Rivendosni acidet në stomak duke përzierë një lugë gjete uthull molle në një gotë me ujë, duke pirë këtë tretësirë një orë para gjumit. Parandaloni dispepsin duke pirë një përzierje me mjaltë, një lugë çaji uthull molle dhe ujë gjysmore përpara se të shkoni në shtrat. Sheqeri i lartë në gjak është shkaku më i zakonshëm i pagjumësisë. Uthulla e mollës rrit ndjesinë ndaj insulinës dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Pak përpara se të shkoni në shtrat, mund të përdorni uthullën e mollës si një zgjidhje mjaft të mirë natyrale për shëndetin tuaj, ndaj mos nguroni ta keni pjesë të saj. Uthulla e mollës ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të barkut. Hidhni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe zgjidhja që rezulton mund të jetë lehtësuese për dhimbjet e barkut. Lemza mund të largojë edhe shijen e hidhur me uthull molle, ndaj këshillohet ta tresni atë në një gotë me ujë dhe të bëni gargar. Nëse dëshironi të zgjidhni problemet me alergjinë, përzierni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni këtë përzierje pak përpara se të shkoni në shtrat. Nëse ndjeni të uritur para gjumit, përzierni uthull molle dhe konsumoni gjatë ditës. Ndiqni gjithçka që keni ngrënë gjatë ditës me pijen me uthull molle, por këshillohet që nëse vuani nga problemet të cilat i përmendëm më herët, uthullën e mollës nuk duhet ta konsumoni. Dhe nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Uthulla e mollës ka një sekret në përdorim. Gjithmonë duhet të tretet në ujë. Nëse vuani nga ulçra ose probleme të ndryshme shëndetësore, konsultohuni më mirë me mjekun tuaj përpara se të filloni konsumin e saj. Në këtë mënyrë do të evitoni çdo gabim të mundshëm me përdorimin e uthullës së mollës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.